qytetar të Republikës. Të Republikës së qytetarëve të barabartë, të qytetarëve të lirë, të bashkuar këtu për Republikën e Barazisë, Republikën e Lirisë, Republikën e Drejtësisë e Republikën e Mirçanjes. Mirë se takohemi këtu në sheshin e kryeqytetit në Prishtinë, kundër kësaj qeverie që më herët donte ta zhbënte kryeqytetin e tash po do ta zhbë Republikën. Nuk ka pasur kur forcë e as fuqi që e ka gjunjëzuar një popull të tërë. E siç po shihet këtu nuk ka as sot dhe nuk do të ketë kur një qeveri të tillë. 205.000 qytetarë nënshkrues të peticionit, shumë kohë para gjykatës kushtetuese, i kanë shpallur marrëveshje të vdekura. 10 mijëra qytetarë protestues në Prishtinë, në Gjakov, në Gjilan, në Pej, Prizren, Malishev e manifestuan në Republikën e Kosovës. Gjykata kushtetuese më vonë e konstatoi se Zajednica e përmbys rendin kushtetues të Republikës. E Iza Hashimi çfarë po bëjnë? Ata po vazhdojnë me të njëjtën. Po vazhdojnë ta kërcënojnë këtë Republikë me Zajednicë, po vazhdojnë t'ja kërcënojnë kësaj territorin me demarkacion me malin e zi. Aq shumë e kanë lidhur këta dy fatin e tyre politik me Zajednicën, sa që nuk ka që i ndonë. Aq shumë deshën ta themelojnë Zajednicën, sa që nuk zgjellën as metoda e as mjete për ta bërë atë realitet. E shkelën kushtetutën për Zajednicë. Gënjyen vazhdimisht po për Zajednicë. I burgosën aktivistët, deputetët e qytetarët, po ashtu për Zajednicë. E përmes Zajednicës po duan ta mbajnë veten në pushtet, për ta keshpërdorur shtetin për hesapet e veta personale. Hashim Thaçi e Isa Mustafa borxhet e tyre personale nuk mund t'i paguajnë me tokat e pasuritë e Kosovës. Miqve të tyre, Vučićit e Odaćićit, le t'u japin pronat e tyre private, ose më mirë thënë, ato pronat që humbesin pas u është konfiskuar pasuria e paliqve. Por Vučićit e Odaćićit nuk mund t'ja japin Mitrovicën, nuk mund t'ja japin Trepçën, nuk mund t'ja japin Ujmanin, as minjerat e Artanës, as rjetin e energjetikës, as rjetin e telekomunikacionit. E nëse u mbetet pasuri, pasi që t'ja kemi konfiskuar atë që e kanë vjedhur, dhe pasi që t'ja kanë falur Vučićit e Odaćićit pasurinë e tyre, atëherë dhe t'i falin edhe Gjukanovićit. Po jo malet e Rrugovës, jo Qakurin, as Pashajlën, e as Kullën, sepse këto janë majat e malit të Kosovës, janë pyjet dhe kullosat e Rrugovës. Qytetarë të nderuar të Republikës, kjo ditë e bukur sot është ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Ky numër i juaj i këtu i ja garanton Kosovës Republikën, ja garanton lirinë, pavarësinë e sovranitetin, barazinë e demokracinë. Ju sot këtu e dëshmoni qartë se nuk durojmë më. Ky masivitet popullor i tregon Isës dhe Hashimit se nuk mbahet pushteti me polici, nuk mbahet pushteti me përndjekje e shtypje, nuk ka shtet me sovranitet kur në kryet e ti janë miste Vučićit e Odaćićit, nuk ka demokraci kur në kryet shtetit janë shkelësit e kushtetutës. Kjo dit, ky muaj, kjo kohë është shumë e rëndësishme për Kosovën. Është momenti një kohë e tre, një kohë kur vendimet për Kosovën janë vendimet të qytetarëve. Koha kur Republika e Kosovës ndërtohet sipas vullnetit të qytetarëve e nuk shkatrohet sipas kërkesave të Serbisë. Koha kur pasuria e Kosovës përdoret për mirëqenien e popullit e jo për pronën e luksit e kryeministrave e të ministrave. Koha kur Republika garanton liri dhe të drejtat barabarta për të gjithë qytetarët në të, pa dallim gjinie, pa dallim moshe, pa dallim përkatësie kombëtare, pa dallim besimi as stilit të jetesës. Pra është koha kur e bashkimit dhe integrimit, e zhvillimit e mirëqenies, e barazisë, e demokracisë, është koha e bashkëpunimit për mirëqenie e jo e garës për mbijetesë. Dhe kjo kohë fillon sot me juve këtu.
Kjo kohë fillon pas Ajetic dhe kjo kohë fillon pa Isën e Hashimin. Prandaj poshtë qeveria që të fitoj Republika. Shihemi protesta tona tashme.